تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. E gjithë lavdia i takon Allahut, Zotit të madhështisë dhe përsosmërisë, Zotit të dhurimit dhe mirësisë. Atij i shpreh lavdi dhe madhroj siç e madhrojnë falënderuesit. Ata e lavdroj siç e lavdrojnë adhuruesit. Ata e lavdroj sa i meriton çdo lavdi. I shpreh lavdi të shumta, të pastra dhe të bekuara, si çdo ai, dhe derisa të arrim prej tij kënaqësi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe i vetëm dhe i pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili e kumtoi mesazhin, e plotsoi amanetin, e këshilloi umetin dhe luftoi për Allahun me luftën e vërtetë derisa i erdhi vdekja. Nuk ka lënë ndonjë të mirë për të cilën nuk na ka udhëzuar dhe nuk na ka lënë ndonjë të keqe për të cilën nuk na ka paralajmëruar. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij të bekuar dhe shokët e tij të nderuar. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. Mëtej e falenderojmë Allahun e lartësuar për begatinë e përmbusjes së muajit të agjerimit dhe të namazit të natës. Allahu na bëft ne dhe ju prej atyre që u pranohen veprat në të. Ne nuk mund të bëjmë asgjë pa mëshirën e Allahut, pa mirësinë dhe dhuntinë e tij ndaj nesh. Prej cilësive të besimtarëve është se ata i paraqesin veprat e mira, përpiqen me përkushtim në bamirësi, por megjithatë kanë frikë nga mangësia në hakun e Allahut. Besimtarët e sinqert nuk mashtrohen nga veprat e tyre, nuk kanë vetëpëlqim dhe nuk mburren me atë që e kanë bërë, por përpiqen dhe kërkojnë falje nga Allahu për mangësitë e tyre. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Ata që e japin atë që e japin, ndërsa zemrat e tyre i kanë plot frikë nga që do të kthehen te Zoti i tyre. Hasan al-Basriu, Allahu më shiroft, ka thënë: besimtari e bashkon bamirësinë dhe frikën, ndërsa hipokriti, munafiku e bashkon veprën e keqe dhe sigurinë nga dënimi. Selefët i kushtonin më shumë rëndësi pranimit të veprave sesa vetë veprave. Ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allahu pranon vetëm nga të devotshmit. Transmetohet nga Abu Darda radhiyallahu anhu se ka thënë: sikur të isha i sigurt se Allahu më ka pranuar një namaz të vetëm, kjo do të ishte më e dashur për mua se sa e gjithë kjo botë dhe çka ka në të. Prandaj këmbgulni në lutje ndaj Allahut që t'ju pranojë ato që keni paraqitur prej adhurimeve dhe t'ju jap qëndrueshmëri në to deri në vdekje. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. Prej mirësive të Allahut ndaj robërve të tij pas përfundimit të Ramazanit është se u ka dhënë festën e Fitrit dhe të mirat që gjenden në të. Kjo festë është gëzim për muslimanët dhe përfundim është gëzim për muslimanët për përfundimin e agjerimit të tyre dhe një mbyllje e mirë e këtij muaji të bekuar. Në ditën e tij bëhen dhënia e zakatit të Fitrit para namazit, tekbir dhe tehlil, e pastaj falet namazi i Bajramit. Kështu vazhdon rrota e adhurimit. Prej saj besimtarin nuk e ndan asgjë përveç vdekjes. Dyert e të mirave janë të shumta dhe të lehtësuara. Rrugët e bamirësisë janë të shtuara dhe të gjera. Prandaj muslimani duhet të shtojë llojet e adhurimeve që të ngrihet në shkallë tek Allahu dhe të lartësohet në gradat e xhenetit.
Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij takon e gjithë lavdia. Kaluam një sezon madhështor prej sezoneve të mirësive dhe na u hapën shumë dyer të veprave të mira. Prej tyre përfituan të devotshmit, prej tyre drejt tyre nxituan të bindurit dhe u treguan të pakujdesshëm dembelët dhe u privuan mëkatarët. Kush prej nesh, o robërt Allahut, është prej atyre që ju pranua vepra që ta përgëzojmë, dhe kush prej nesh është i privuar që ta ngushëllojmë. O ti që të është pranuar vepra, urime dhe përgëzime, o ti që i refuzuar, Allahu ta zëvendësoft fatkeqësinë tënde. Sa prej nesh e kanë arritur pranimin dhe faljen, dhe sa prej nesh nuk kanë fituar asgjë pos dështimit dhe humbjes. Ndoshta ka njerëz që janë falur natën, por hisja e tyre nga kjo ishte vetëm pagjumësia, dhe ka njerëz që agjërojnë, por hisja e tyre është vetëm uria dhe etja. E lutim Allahun që të na pranoj neve dhe juve. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij takon lavdia. Edhe pse ky sezon i begat me gjithë adhurimet në të përfundoi, jeta e besimtarit në tërësi është bindje ndaj Allahut dhe gjithë jeta e tij është adhurim, sepse Allahu nuk i krijoi xhinët dhe njerëzit vetëse për të adhuruar atë, të vetëm pa ortak. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për asgjë pos që të më adhurojnë vetëm mua. Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam na kanë urdhëruar për qëndrueshmëri në bindje dhe për vazhdimsi në të deri në vdekje. Besimtari nuk e ndërpret veprën derisa të vijë momenti i ndarjes nga kjo jetë. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Kur Allahu i jep dikujt qëndrueshmëri dhe drejtësi në fe, kjo është prej mirësive dhe nderimeve më të mëdha. Allahu i lartësuar thot: "Fastaqim kama umirt, wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'malun basir." Prandaj qëndro i palëkundur në udhën e drejtë, ashtu siç je i urdhëruar. Ashtu le të veprojnë edhe besimtarët që janë me ty, e mos i kaloni kufit, sa ai me të vërtet i sheh mirë ato që punoni ju. Nga Sufjan ibn Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: "Thash, o i dërguari i Allahut, më thuaj një fjalë në Islam për të cilën të mos kem nevojë ta pyes askën tjetër posteje, ose askën tjetër pasteje." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Qul amantu billah thumma istaqim." Thuaj, kam besuar në Allahun, pastaj qëndro i palëkundur në këtë. Transmeton Muslimi. Sheikhul Islam ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka thënë: "Nderimi më i madh, kerameti më i madh është vazhdimi në qëndrueshmëri në fe." Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij takon lavdia. Një prej gjërave më madhore të cilës duhet t'i kushtohet kujdes dhe një nga shkaqet që e bëjnë robin të qëndrojë i palëkundur në fenë e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam është t'i kërkojë Allahut qëndrueshmëri dhe të këmbgul në lutje që ai ta forcojë, t'i jap përfundim të mirë dhe të mos ia devijojë zemrën pasi e ka udhëzuar. Allahu i lartësuar na ka udhëzuar drejt kësaj lutje duke treguar lutjen e besimtarëve të mirë, të cilët thonë: "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab." Zoti ynë, mos na i devijoj zemrat pasi na ke udhëzuar dhe na dhuro prej teje mëshirë, vërtet ti je dhurues i madh. Nga Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam shpesh thoshte: "Ya muthabbit al-qulub, thabbit qulubana ala dinik." O ti që i forcon zemrat, forcoj zemrat tona në fenë tënde. Transmeton Ibn Majah dhe Albani ibn Sahih. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi.
Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij i takon lavdia. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju, nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falës i mëshiruesi. Allahu akbar, 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 la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij takon e gjithë lavdia. Vëllezër musliman, kini frikë Allahut dhe ruhun i zemrimit të tij, kërkoni shpërblimet në Bajram siç i kërkuat në Ramazan. Kini kujdes nga braktisja e adhurimit dhe largimi nga Kurani dhe xhamit pas Ramazanit, që të mos ktheheni nga udhëzimi në devijim dhe nga besimi në mëkat. Sepse çdo gjë varet nga përfundimi. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bani si ajo gruaja që e shprish dhe e bën fije atë që e ka tjerë fort. O ti që ke qenë i rregullt në faljen e namazeve gjatë Ramazanit, ruhu nga përtatësia ndaj tyre pas tij, sepse Zoti i Ramazanit është Zoti i të gjithë muajve. O ti që e lexoje Kur'anin, ruaju nga braktisja e tij që të mos bëhesh prej të humburve. Përpiquni o musliman në kryerjen e adhurimeve dhe largohuni nga gjunahet dhe veprat e këqija që të fitoni një jetë të mirë në këtë botë dhe shpërblim të madh pas vdekjes. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Cili do mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do të bëjmë që të kalojë ai jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij takon lavdia. O i grua muslimane, friksoju Allahut në detyrimet e tua. Sillu mirë me burrin tënd, me bashkëjetesë të mirë dhe me fëmijët e ty dhe me fëmijët e tu me edukim të dobishëm islam. Ruaje burrin tënd në nderin e tij, në pasurinë e tij dhe në shtëpinë e tij. Kujdesu për të drejtat e prindërve të tij, të afërmëve të tij, musafirëve të tij dhe fëmijëve të tij. Ruaju nga thirrësit e imoralitetit dhe njerëzit e shturjes dhe zhveshjes, sepse stolia e gruas është në fenë e saj dhe bukuria e saj është në turpin e saj. Po ashtu, burrat duhet të friksohen Allahut në raport me gratë, sepse ato janë të besuara në duart tuaja. Prandaj silluni me butësi ndaj tyre dhe jetoni me to në mënyrë të mirë. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi dhe atij takon lavdia. Dijeni, o robërt Allahut, se prej udhëzimit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj, që është muaji Shawwal, është se ai agjironte 6 ditë prej tij. Në Sahihun e Muslimit nga Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr." Kush agjiron Ramazanin, pastaj e pason atë me 6 ditë nga Shawwali, është sigur të ketë agjëruar gjithë vitin. Robërt Allahut, sot janë bashkuar për ne 2 festa, Bajrami i Fitrit dhe festa javore e Xumaja. Kur ato bashkohen, ai që merr pjesë në këtë namaz, namazin e Bajramit, i lejohet të mos marr pjesë në namazin e Xumas, por patjetër duhet ta falë drekën me xhamat. Por kush dëshiron të marr pjesë në namazin e Xumas në ato xhaminë të cilat falet, kjo është më e mirë. O Allah, pranoje prej nesh namazin, agjerimin, sadakat dhe të gjitha veprat e mira dhe bëj festat tona, festat të mirësisë, sigurisë dhe besimit. O Allah, ruaj vendet tona dhe vendet e muslimanve nga çdo e keqe dhe dëmtim. Ndihmoj udhëheqësit musliman dhe jepu sukses në zbatimin e librit tënd dhe sunetit të profetit tënd sallallahu alaihi wasallam dhe furnizoj me këshilltar të mirë që i udhëzojnë drejt së mirës dhe i drejtojnë ka hajo. Allahu na i pranoft neve dhe juve veprat e mira
për hajri qoftë Bajrami dhe gëzofshi edhe shumë vjet me bereqet, mirësi dhe lumturi. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.